Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëtohet. Falënderimet më të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës mirësia është gjuha që kuptohet nga të gjithë. Mirësia është një thesar shpirtëror që ka përcen çdo kufi gjeografik, kulturor dhe atë gjuhësor. Ajo nuk ka nevojë për fjalë të shumta që të kuptohet, sepse lind prej zemrës që i flet drejt për së drejti zemrës së personit tjetër. Çdo shoqëri, pavarësisht historisë apo zakoneve të saj, e njeh vlerën e mirësisë dhe e përjeton atë si një fuqi që krijon lidhje të thella mes njerëzve. Në thelbin e saj, mirësia është shprehje e humanitetit dhe e dritës së brendshme që Allahu i madhëruar i ka vendosur tek njeriu. Ajo është një shenjë pastërtisë së shpirtit dhe e drejtimit moral që e ngren personin ose njeriun mbi nivelin e vetes egoiste dhe e çon atë drejt madhështisë së karakterit. Allahu i madhëruar e përshkruan me qartësi çmimin e mirësisë në jetën e besimtarit, teksa thot Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu u urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe ndihmën ndaj të afërmve dhe ndalon shfurjen, të keqen dhe dhunën. Ai ju këshillon që të reflektoni. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet është një kod i plot moral që e vendos mirësinë ndër veprat më të larta që një njeri mund të kryejë në jetën e tij. Allahu nuk e paraqet mirësinë si një zgjedhje të lirë, por e tregon atë si një orientim hyjnor që duhet të jetë themeli i ndërveprimeve njerëzore. Në një ajet tjetër, Allahu i madhëruar thot Bismillahirrahmanirrahim. Ktheni të keqen me të mirë, dhe atëherë ai me të cilin ke qenë në një armiqësi do të bëhet si një mik i ngushtë. Ajeti 34 i surës Fusilat. Ky parim hyjnor të nderuar dëgjues dhe shikues dëshmon se mirësia ka një ndikim të fuqishëm tek zemrat e njerëzve. Ajo e shuan urrëtitjen, e zbut zemrën e ashpër dhe krijon një hapësirë për afrimitet dhe mirëkuptim. Mirësia pra nuk është vetëm reagim moral, por edhe një strategji e mençur për të shëruar marrëdhëniet shoqërore. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithmonë shembulli më i përsosur i moralit më të mirë, i mirësisë dhe i veprave pra të larta. Ai ka thënë: Allahu është i mëshirshëm me ata që janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Jeni të mëshirshëm me ata që janë në tokë, që të jeni të mëshiruar nga ai që është në qiell. Pra mëshironi krijesat në tokë që t'ju mëshirojë dhe Allahu xhaleshanhu. Ky hadith të nderuar dëgjues dhe shikues përmbledh një ligj shpirtëror që vepron për më shumë në jetën e çdo njeriu. Mirësia që i ofron dikujt, ajo kurse si nuk shuhet, por kjo mirësi që ti i bën dikujt të kthehet me një formë të shumë fishuar prej mëshirës së Allahut dhe prej gjurmës më së mirë që lë tek njerëzit. Profeti i dashur, profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, gjithashtu thotë: edhe buzëqeshja jote ndaj vëllait tënd është sadaka, thot profeti, pra një vepër kaq e thjeshtë, pa kosto financiare, pa fjalë të tepërta, por ka një ndikim shumë të madh në shpirtin e njeriu. Buzëqeshja është gjuha universale e mirësisë që kuptohet edhe pa interpretime. Ajo është një dritë e vogël që ndriçon ditën e dikujt dhe që e bën botën më të banueshme. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: mirësia e zbut zemrën, e qetëson shpirtin dhe e bën shpërblimin më të madh. Pra mirësia nuk është vetëm dhuratë për të tjerët, por është gjithashtu shërim për vetë qenie njerëzore. Ajo ushqen shpirtin me qetësi dhe mbush zemrën me një dritë të papërshkruar. Dhe kjo mirësi
i sjell të mirat njeriut në të dyja botat. Argumentet shkencore moderne kanë vërtetuar atë që Kurani dhe hadithet e kanë treguar prej shekujsh më parë. Studimet e neuroshkencës kanë treguar se veprat e mirësisë shkaktojnë çlirimin e substancave si dopamina dhe oksitocina, të cilat krijojnë ndjenjën e lumturisë dhe të lidhjes shoqërore. Kur njeriu bën mirë, truri e shpërblen me një ndjesi të thellë kënaqësie. Madje, shkenca e sotme tregon se mirësia përmirëson sistemin ton imunitar, ul stresin dhe zgjat jetëgjatësinë. Këto fakte shkencore përforcojnë se mirësia nuk është thjesht një akt moral, por është edhe nevojë biologjike dhe psikologjike në jetën dhe shëndetin e njeriut. Pra të dashur vëllezër dhe motra, mirësia është një formë e komunikimit që nuk ka nevojë për përkthim. Ajo është më e fortë se çdo fjalë dhe më e qartë se çdo gjuhë e shkruar. Një ndjenjë që i ofron dikujt në nevojë, një dorë që i jep të rënit, një fjalë e butë që e ngushëllon të mërziturin. Të gjitha këto janë shprehje të një gjuhe që njeriu e ka trashëguar që prej krijimit të tij. Mirësia është dritë e brendshme dhe drita kuptohet pa fjalë. Nëse shoqëria ndërtohet mbi themele mirësie, ajo bëhet një shoqëri e sigurt, harmonike dhe e dashur. Nëse familjet ndërtohen mbi bazën e mirësisë, ato bëhen të forta dhe të qëndrueshme. Dhe nëse zemrat ndriçohen në mirësi, bota bëhet më e butë dhe më pak e lodhshme për njeriu. Prandaj, mirësia është më shumë se një virtyt. Ajo është një gjuhë e përbashkët e njerëzimit, shenjë e dritës së Zotit dhe udhërofyese e shpirtit drejt mirësisë hyjnore. Dhe në thelb të temës për ditën e sotme, mirësia është një pasqyrë ku reflektohet natyra e vërtetë e njeriut. Ajo e lartëson individin dhe e afron atë sa më shumë me Allahun. Dhe Allahu i do ato të cilët në zemrën dhe në jetën e tyre shfaqen mirësi. Mirësia nuk humbet kurrë. Ajo udhëton nga zemra në zemër dhe qëndron deri në amshim. Prandaj, në çdo kohë dhe në çdo vend, mirësia mbetet gjuha më e pastër që kuptohet nga të gjithë njerëzit. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.